Jemi sërish bashkë, ndërka që tani do të flasim për politika. Na, së zyrtarisht ka njësur fushata, dhe se më irët folëm pak për politikë. Që sot se kemi ru Bajramin heq ditën e dytë. Po, sidomos që unë s'kam qenë dje prezent shëqurime. Që kaloheni, ma? Mirë. Pak punë? Sa dush. A u shite në bëlsirat? Gratë hala vazhdojnë me pas punë për Bajram, Amir, do të me bo ndryshime. Edhe burat për bes. Besoj që ju keni qenë punë këto. Edhe burat, nëse jo punë presion. Mirë, a mund të theme që sot Amir fushata zgjedhore ka një zyrtarisht me bereqet, sepse edhe moti është i tilla. Me bereqet, këto i kam dyshimet e mi. Është me shi, edhe urojmë shumë që të vazhdoj kështu. Mirë, të kthehemi seriozitetit, do të flasim për atë se çka pritet gjatë kësaj fushate. Bashkë me neve është Visar Dili dhe Arton Muhaxheri, dy miq të emisionit Kosova Live. Nëse po na dëgjoni, mirë se vini. Mirë se ardhët. Uroj që jeni në disponim të mirë edhe ju. Sot po nis fushata. Visar, po e nisi me ty. Çka pret nga kjo fushat, nga jo që kemi parë deri më tash? A pret që të kemi një fushat më të ashpër, apo do të kemi, të themi kështu, gjumë të kontrolluar gjatë këtyre 10 ditëve? E nisë mirë. As vetë partitë politike se kanë marrë kaq seriozisht fushatën sa Ajda. Jo, unë po e marr shumë seriozisht, dhe ditë janë shumë pak. Duhet edhe është e rëndësishme që në këtë fushat Ajda dhe shikues ti ndëgjojmë premtimet me shumë kujdesen, se deri më tani kemi pasur një gjuhë shumë të ashpëra, që kanë qenë kryesisht ka qenë gjuhë politike në kuptimin jo të plan programeve, po ka qenë gjuhë komplet tjetër. Është e rëndësishme që në fushat të dëgjojmë cilat janë premtimet dhe besoj që Visari është gati për të nisur një analizë. Pa tjetër, kërkoj falje, pak në ndërprerje të shkurt. Përshëndetje edhe një herë juve në studio, kërkoj falje që simi fizikisht, përshëndetje për shikuesit dhe urime Bajramin se dje s'kem pasur. Dita e dytë Bajram, nisja e fushatës, po duket që do me shku amël, edhe pse gjuha e aktorëve politik le shumë për të dëshiruar. Ne kemi pa këtë sfundmi edhe në para fushat, edhe në përmjet rrjeteve të tyre sociale, po edhe në studio televizive ku ata kanë qenë të ftuar qoftë si përfaqësues partijak duke komentu në emër të partisë, po qoftë edhe si individ. Uroj që prej sot e deri me datën 6 qershor tensionet të ulen, të flitet për plan programe pa çka se kam dyshimet e mia të mbaja, të flitet se si do të bëhet zgjidhja e ngërçit politik duke qenë këto zgjedhjet e fundit ndoshta të këtij cikli zgjedhor të cilin e lam pas, dhe unë si avokusi të drejtave të rinisë dhe politikave rinore pres shumë nga kandidatët për deputet të cilët vinë nga themi grup moshat e reja ose edhe forumet rinore të partive politike të avokojnë pak më shumë për të drejtat e rinisë, pa çka se edhe këtu kam dyshimet e mia sepse shumica prej tyre e dim pse futen në listë dhe cila është hapësira e tyre në listë. Para fushata pak a shumë na la ta kuptojmë se ku janë ndoshta edhe qëllimet e partive politike, cilët individ pritet të dërgohen përpara themi kështu ose të jepet më shumë hapësirë. Prandaj presim dhe shohim, por mbi gjitha po e ripërsëris edhe një herë veten, uroj që të kemi një gjuhë më të përshtatshme, edhe më të përmbajtur, patjetër, edhe më të përmbajtur në deklarimet e tyre. Politikanët nuk duhet bien prej e qytetarëve, sepse qytetarët janë kreativ në fund të ditës dhe secili prej tyre mundet të thotë një fjalë më shumë ose më pak, por që politikanët duhet të jenë kujdesshëm me komentimin e atyre. Dhe mirë, Visar, nga kjo që the po e bëjmë pyetjen për Artonin që po na pret, se pikërisht deri më tani në këtë parafushat, a kanë ra politikanët prej e qytetarëve dhe gjuhës që është përdorur edhe në rrjetet sociale? Në fakt unë mendoj që qytetarët kanë rritë prej e politikanëve, jo asnjë. Politikanët kanë produkuar gjuhën e ashpër të ndësjat ose njëri me tjetrin të ufyë dhe të usha, dhe natyrisht që ky model ka shkuar tek qytetarit, i cili pastaj dhe ka reaguar në forma si ka reaguar në për rrjetet sociale dhe në fyrje ose në sharje të papamet që në njerëz kemi parë, dhe kjo gjuhë unë nuk pres të ketë përmirësim edhe në fushat,
sepse këto kohë të parafushatës ka qenë e ashpër dhe nuk mund bët gjithçka 0-0 që kur të marrë fushata të gjithçka të pastrohet dhe ajo gjuhë të harrohet për faktin se janë folë shumë fjalë të rënda, janë fry vlerat e luftës, është fry UÇK-ja, këndë janë hedhë akuza dhe kundër akuza, kush është më tradhtar dhe kush është më pak tradhtar raport me Vjosa në Albinin. Pra janë këto fjalë të thëna, të ruajtura të incizuara në YouTube dhe kudo i keni në rrjetet sociale, të cilat nuk harrohen dhe unë nuk pres që do të harrohen dhe do të përmirësohen në fushat. Uroj që të ketë më pak gjuhë të ashpër dhe të kësaj natyre që kemi parë, por duke njohur mirë skemën politike, unë mendoj që nuk do të mund të kemi një gjuhë të qetë të paste, përkundazi ajo do të jetë të njëjtit nivel, nuk mendoj që do të agravojë më shumë, por aty do të jetë edhe gjatë fushatës, herë me kunja duke mos i përmendur emrat e njëri tjetrit, por megjithatë mesazhi kur jepet, dihet për kënd të jepet, por gjuha do të jetë e ashpër. Po, Arton, unë mendoj që analistët politik po bojnë fushat më të ashpër se sa vetë kandidatët për deputet. Po mendoj që edhe për gjitha çështjet që ndodhen duket po ka më shumë reagime nga themi kështu njës çështjeve politike se sa vetë deputetët, po rinë qetë pak a shumë deri tash nuk kemi pa që ka pas edhe ashtu shumë reagime të ashpra. Në fakt partitë politike na kanë thënë që puna është keq. Kosova është rrezik dhe kur kisi njëri të tilla, pastaj edhe gjuha nuk mund të kontrollohet. Nuk e thonë që Kosova është keq. Në fakt nuk ka partitë opozitare, se Vendosja ka qenë në opozitë. Ju kujtohet Vendosja, kur ka qenë në opozitë ka thënë që është keq. Tash kjo opozitë po thotë që është keq. Por kjo opozitë nuk po sillet si opozita e Vendosit, por është më e qetë, më e strukturuar, më e matur. Por megjithatë ajo çka po duket në sipërfaqe është që gjuha ka kaluar nga partitë shtetërore dhe jo anasjatas. Sepse kemi tashmë edhe partitë opozitare e kanë me të drejtë nëse do të mbrohen dhe nëse nganjëherë flasin ashpër kundër këtij pushteti, sepse pushteti është në vazhdimsi duke i provokuar me gjuhë dhe me fyljet që ndonjëherë nuk i kemi pasur në fushata zgjedhore, por realisht kjo gjuhë ka vazhduar edhe pa pasur fare fushat, dhe ne kujtojmë një gjuhë të ashpër edhe të zonjës Pacolli, fitore Pacolli, e cila pak ditë më parë dhe mos larg dhe mbrëmje e ripërsëriti që Vendosja e ka shliruar Kosovën nga Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj dhe Kadri Veseli. Dhe unë nuk e di, a ka marrë se ka shpërtuar kishërtim nga një ministre dhe nga një pretendente për të rizirë prapë deputete, ti thy njerëzit që e kanë bërë luftën dhe pastaj e kanë ndërtuar dhe zhvilluar këtë vend. Okej, Visar dhe Arton, se do të kemi mjaftuar shumë kohë edhe ditëve të ardhshme, mundësi për të folur në atë çka ndodh në këtë fushat, por një pyetje tjetër, një çështje tjetër me diskutuar me ju, gjatë këtyre ditëve ne në emision kemi pasur shumë përfaqësues të partive politike dhe një pyetje që kemi parashtruar, që mendoj që është shumë e rëndësishme, është kjo që pavarësisht rezultatit të 7 qershorit, sa do të jenë nga kjo që ndodhi partitë politike të gatshme të ulen dhe të bëjnë një marrëveshje pavarësisht interesave të tyre për çështjen e presidentës. Dhe në fakt, nga ajo që kemi dëgjuar, do të thotë secili prej tyre fajin e ka hedhur tek partia tjetër, sidomos tek partia në pushtet tek Vetëvendosje. Pra, kjo po lën një përshtypje që realisht, edhe pse shkuam në këto zgjedhje të panevojshme, siç është thënë nga të gjithë, partitë politike nuk duket që janë aq të gatshme sa të arrin një marrëveshje pavarësisht interesave të tyre. Pra, që i bie se në këto zgjedhje kot po shkojmë, do të shkojmë prapë në zgjedhje të tjera. Dhe në këtë pikë dua një analizë prej secilit prej jush. A mendoni që realisht partitë politike do t'i lënë inate, do t'i lënë interesat të tyre dhe do të bëjnë marrëveshje për çështjen e presidentit? Amir, nga e thëna në të bërë është një detitar. Kështu që partitë politike janë të thonë që vazhdimisht që janë të gatshme të bashkëpunojnë me njëna tjetrën, por që sa do të jetë relevante kjo e thëna e tyre, do ta shohim pas datës 7-shor. Unë po besoj që në situatën ku gjendemi partitë humbse, cila do që tjetë ajo dhe cila do që tjenë ato dhe cili do që tjetë rezultati në fund i këtyre zgjedhjeve, duhet pikë pari ta pranojnë rezultatin. Dhe rezultatin mos ta shohim vetëm si numër statistikor. Se nëse rezultati shihet vazhdimisht si numër statistikor, atëherë kjo përqindja e votës e cila i bie një partie
cilës do të qoftë ajo, qoftë aleanca, qoftë LDK-ja, PDK-ja, ose vetë vendosja, i bie që ato nuk e pranojnë këtë rezultat. Është më mirë të dalësh do të thush ne nuk e pranojmë këtë rezultat për XY arsye, sesa në fund të ditës të dalësh, ta mashtrosh veten, aktivistin tënd, qytetarin e thjesht dhe të tentosh të bësh grupin pas shpine. Unë uroj që përsëris atë që thash më herët, ky cikël zgjedhor në të cilën ndodhemi nga data 9 shkurt e vitit të kaluar të përfundoj me datën 7 qershor, partitë politike të bien dakord, të zgjedhin institucionet dhe të kemi pastaj një mandat 4 vjeçar të institucioneve tona, sepse si shtet jemi shumë mbrapa në shumë aspekte. Dialogu me Bashkimin Evropian, dialogu me brendshëm me qytetarët, ndihmat që jam të e thirë visarin. E tjerë, pra kjo është një situatë në të cilën nuk na ka pru një parti politike, po na kanë pru të gjitha partitë politike, sepse unë vazhdimisht e kam thënë sikur se partitë politike opozitare mos të ishin ose të ishin më sfiduese ndaj Zotit Kurti, do të shkonin me një emër të përvetshëm të gjitha bashkë, do t'i bënin ato në nënshkrimet e nevojshme dhe atëherë do ta kishin të qartë nëse Zoti Kurti është bllokues i vendit dhe institucioneve apo janë partitë opozitare. Nëse vazhdohet me këtë mendësi që të shkojmë në zgjedhje dhe të dobësohet Albin Kurti, kjo është mendësi e cila vazhdimisht do ta bjerë opozitën drejt shkatërimit dhe shumë individ të partive opozitare do të kenë përfundim të karrierave politike. Për sot falenderojmë, nuk do të marrim më shumë kohë, lajmërojmë në telefon. Mund të jetë urgjente. Do të takohemi në studio ditëve tjera. Përshëndesim. Faleminderit shumë. E kalojmë edhe te kartoni për të marrë një opinion këtë që sa beson që realisht pavarësisht rezultatit do të kemë marrëveshje mes partive për çështjen e presidentit. Në fakt, kur të shndel partia parë, ajo do të ketë edhe barën për krijimin e institucioneve, qoftë qeverisë, kuvendit, por edhe presidentit. Në këtë rast, në të dy parë zgjedhje të bllokatës, 9 shkurt dhe 28 dhjetor, partia parë ishte vendosja dhe asaj i ka takuar t'i krijojë institucionet, por me thënë nuk pati interesim, pavarësisht që partitë opozitare kanë qenë gati, kanë takuar, kanë bërë përpjekje të tyre për ta zblokuar situatën dhe kështu mendoj njësoj edhe pas datës 7 qershor, ajo parti që dele para, kush do qoftë nga ato, nëse blokon është fajtor. Dhe du të ballafaqohemi prapë me zgjedhje tashme të reja nëse ka blokate dhe mbas datës 7 qershor ose mbas 3 muaj ose 4 muajve të tjerë. Por ajo që unë mendoj që është e rëndësishme të theksohet, zgjedhjet e 7 qershorit ju ka humbur ndershmëria, sepse nuk janë zgjedhje të ndershme, për faktin se partia në pushtet, po i përdor të gjitha mekanizmat që i ka në dispozicion dhe përbën luftën aq të paparabartë me partitë opozitare, saqë këtu nuk mund të flitet më për zgjedhje të ndershme. Janë 2 milionë edhe për shtesa tjera, do të thotë që patjetër, po flas për 2 milionë edhe për shtesa tjera që janë dhënë në kohë zgjedhjesh. Natyrisht çdo vendim e ka pas një arsye, sepse duhet gjendet një arsye për ta marrë një vendim të caktuar, siç janë këto për shtesa, ashtu siç është kjo për aviokompani. Por ajo që është e rëndësishme është që janë shuar para zgjedhjeve, 10 ditë para zgjedhjeve, dhe unë kujtoj që Kosova gjatë vitit kalendarik i ka disa festa, qoftë fetare, qoftë jo fetare. 2 muaj më herët kemi pasur Fitër Bajramin dhe si nuk kujtu atëherë mi dhënë të pare, por i dha tash. Pra, këto arsye janë aq banale, aq të kota, saqë nuk mund ta bimë besoj asnjë fëmijë. Ishte çështje e festës. Edhe Kurti tha. Po, prandaj e thash, po Bajram ka pasur para 2 muaj, pse nuk e ka dhënë edhe me Fitër Bajram këto 100 euro. Pra, ka qenë arsyetime të kota sa që nuk besojnë që edhe një fëmijë mund t'i besojë. Por megjithatë, këto veprime e bëjnë këto zgjedhje të pandershme. Duke shtuar këtu edhe formën se si po komunikojnë me kundërshtarin politik, këto mund ta rrezikojnë edhe një proces të dialogut
të ardhshëm mes partive politike. Me gara po bëhet edhe e pabarabarta në këto kushte, që është shumë e rëndësishme për një përgjedhje demokratike. Prandaj po them, domethënë totalisht e pabarabarta. Partitë opozitare që 6 vjet nuk janë në pushtet. Partia në pushtet me gjitha ato instrumente dhe vazhdon të thirret edhe me tutje për 20 vjeçarin. Dhe çka me bona me këto 6 vjet të kësaj qeverisë aty shlim konkret, pra nuk pillularistimisht, pra ata duke parë që 6 vjet kanë qeverisur dhe nuk kanë qeverisur mirë dhe ne jemi dëshmitarë, pas nëse dojmë për inati dikujt ta themi ndryshe, dhe në këto raste nuk duhet të kemi inat, por dorë në zemër janë raportet kredibile ndërkombëtare, edhe po themi s'po besojmë raportet vendore, por raportet ndërkombëtare, radhas e disa e kanë cilësuar këtë qeverisje në një formë ose një tjetër të dështuar. Dhe natyrisht dhe janë fenomeneja që kohët së fundmi e ka cilësuar Kosovën, e ka që vendi dytë më i varfër në Evropë, dhe në ndërkohë në Ballkan jemi vendi i parë. Dhe kjo është rezultati i një qeverisje që kemi pasur gjatë vjeçarit. Okej, Artan, për sot, po. Duhet të falenderojmë për sot sepse nuk po na mjafton koha, kemi edhe një çështje tjetër shumë të rëndësishme, jo që kjo ishte më pak e rëndësishme, të presim në studio. Artan, duhet vish në studio. Presim gjatë kësaj fushate se jam i sigurt që do të dëgjojmë shumë e do të kemi për të folur shumë. Do të kalojmë tek